dashur me ndodh absolutisht në asnjë situatë. E dyta, elementet e tjera të ndërtimit institucional të vendit tonë. Ajo që na duhet me kuptu është që integrimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm nevojë e aspektit politik, po është edhe nevojë e aspektit të zhvillimit shoqëror të vendit. Pra, në rast se na nuk jemi të integruar në Bashkimin Evropian, bizneset e Kosovës duhet me u mbyll dhe duhet me emigru dhe me zhvillu aktivitetin e vet në vendet e tjera, për shkak se nuk kanë me mujt me eksportu. Për shkak se nuk kanë me mujt me pas qasjen e tregjet evropiane dhe si rrjedhoj kanë me falimentu në vendin tonë. Dhe kjo është njëra prej elementeve të para që duhet mu kuptu si shoqëni. E dyta, arsimi. Në momentin që nuk është i integruar dhe nuk punon sipas standardeve të BE-s, njerëzit që kanë mu edukuar këtë vend, nuk kanë me mujt me punu në Bashkimin Evropian, por duhet me punu në një vend të tretë dhe si rrjedhoj nuk mujnë as me pas karrierë të mirë. Ngjashëm me krejt sektorët e cilët shoqënia joni ka. Ajo që duhet me kuptu në raport me integrimet e Bashkimit Evropian është që në vitet e fundit ka një tendencë të dekurajimit për me folë shumë për integrimet e Bashkimin Evropian, mirë po ajo që duhet me kuptuar që në aspekt të standardeve, në aspekt të ndërtimit të ligjeve, në aspekt të ndërtimit të programeve qeveritare, prej aspektit komunal, dhe të aspekti nivelit më të lartë, ne nuk mujna merr shit prej standardeve evropiane. Dashti apo nuk dashti qeveria me implementu standardet, ne kemi mu këthym bazë dhe gjykata kushtetuese ka me na thonë që nuk bën me shku në këto drejtime për shkak se mujnë mi thy parimet evropiane. Dhe e vreni që në disa prej aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, kjo është fryma që pengohet. Pra, njëra prej arsyeve pse janë ndërzu ligjet, është sepse ato janë në shpërputhje me vlerat dhe në shpërputhje me frymën e gjykatës kushtetuese dhe si rrjedhoj ne duhet me pas. Ajo që ka unë menoj që duhet me pas në esencë si shoqëni është interferimi i agjendave të jashtme në këtë orientim, që definitivisht e kemi agjendën kineze e cila synon dekurajimin e rajonit të Ballkanit për me qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe agjendën ruse e cila po ashtu synon, ka synu dekurajimin për integrimet në Bashkimin Evropian dhe në vitet e fundit ka të synu thjesht me kriju qytetarin neutral në rajonin e Ballkanit në raport me integrimet evropiane. Pse po e themi qytetarin neutral? Për shkak se deri